një kompani. Kjo nuk është diçka e rastësishme, kjo është një strategji e Zotrit Kurti pikërisht, sepse pa izën e Zotrit Kurti ata në lëvizjen vetë vendose nuk munden as me lëviz. Prandaj këto kompanit fantome të cilat krijohen dhe gjenerojnë miliona euro dhe ne nuk e dim një kompani me 2 punëtorë, siç ishte ajo Noa me qarkullu miliona euro, pastaj kjo kompania e vllojt këtij Dalipit. Kjo do me thonë nuk donë koment, kjo tregon kjo ardhë se kush po mundohet me kriju oligark, sepse unë e kam thënë, ka muaj që e kam thënë në këtë studio, Zotri Kurti nuk është duke i luftuar pa arsye njerëz të cilët janë të fortë edhe japin shpirt këtij shteti, pra biznesmenët e Kosovës. Ata janë shpirti i Kosovës, sepse pa para jeta do ishte shumë, mirëqenia jonë do ishte shumë e dobët. Dhe normal, këta njerëz japin jetës tonë pak më shumë shije, sepse e ngrisin mirëqenien tonë. Dhe prodhuesit vendor, jo rastisht po e them, janë shpirti i popullit. E ky Zotri Kurti i lufton këta për të krijuar klasën e vet të biznesmenëve. Do me thonë, edhe paratë e shtetit ja u lëshon në funksion biznesmenëve të vet, në mënyrë që me i dobësu këta biznesmenët e mirëfillt, e për të krijuar një klasë biznesmenësh çfarë don ai, mënyrë që me i dirigju siç ka dëshirë. Kjo vërtet është e pashëndetshme dhe shumë e dëmshme për shtetin tonë, sepse ne kemi nevojë të ecim përpara dhe të liberalizohemi si treg e jo të luftojmë veten. Kjo është luftë ndaj Kosovës. Aty të zgjidhje pas zgjedhje nuk ka. Do të shkojmë zgjedhje? Po, edhe kjo nuk i konvenon Kurtit, sepse për momentin, momentalisht nuk i konvenon, sepse është në rënje. Është në rënje të gjitha sondazhet. Tregojnë që Albini prej 7 deri në 10% VV-ja. Më them Albini në shpesh, sepse aty VV-ja është vetëm nocion, kështu përndryshe aty, është vetëm Albini aty. Nuk ka asë një tjetër që vendos. Të krejt tjerët janë, faktikisht, Hajgara, Masha janë argat, të cilët i kryjnë punët me precizitet. Zgjedhjet, rasti më i mirë, do të ishte të shkohet në zgjedhjet të përbashkëta. Edhe pse, ka mundësi që kjo nuk mund të koordinohet, edhe të shkohet deri te presidentja, edhe qëllimi kryesor nëse dëshirojnë këta të bëjnë Albulenën, është atë, që Albulena me rastin e kalimit mandatit të presidentes Osmani ta ushtroj edhe funksionin e presidentes. Edhe llogaritën e tani, personi më kontroverz, personi më i padëshiruar, personi më përqars, si që është zonja Albulena, ta marrë edhe udhëheqjen e shtetit. Atëherë Kosova, unë mendoj që do të përfundonte, siç na thanë edhe, do të përfundonte në autarki, diktaturë, në autoritarizëm, si që da e tha, vetëm në rasti i 2 ambasadorëve. Po. Edhe ambasadori Francës dhe edhe Olav. Po. Na thanë direkt, apo i Francës ma konkretisht, Enver Hoxha tha, nuk e kena blokuna, nuk e kena izolu, ajo është izolu vetë. Edhe ti, Zoti Kurti, nëse dënë, izolov. A i thamë, fjallë tjera, Kosova nuk është e izoluar, por po e izolov. Në atë formë, tash unë si po e citoj, ishte ajo formë. Andaj, ne po vetë izolohemi, ne po ndohemi nga Evropa, qëllimi jonë,